Faleminderit që na ndiqni në kanalin ton. Nëse ju pëlqen horoskopi yndëtor, mos harroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani videon me miqtë tuaj. Rubrika jone horoskopet vjen çdo ditë për të sjellë parashikime të qarta për çdo shenjë të zodiakut. Horoskopi datë 14 janar. Dashi hyn në këtë ditë me një ndjenjë të fortë vendosmërie, por edhe me nevojën për të kontrolluar impulsivitetin, sidomos në çështjet financiare. Energjia e ditës të shtyn të marrësh iniciativa, por jo çdo ide duhet zbatuar me një herë. Është ditë e mirë të rishikoni planet dhe të rivlerësoni shpenzimet tuaja. Në aspektin e shëndetit, Dashi ka energji të bollshme, por rrezikon ta shpërdorojë atë. Trupi kërkon ekuilibër mes aktivitetit dhe pushimit. Nëse jeni të tensionuar, bëni aktivitet fizik të moderuar. Në marrëdhëniet në çift, pasioni është i fortë, por mund të lindin keqkuptime nëse fjalët thuhen pa u menduar. Dita kërkon durim dhe dëgjim. Beqarët janë tërheqës dhe dinamik, por duhet të dallojnë mes një flirtimi kalimtar dhe një lidhjeje me potencial të vërtet. Sinqeriteti me veten është çelësi i ditës për Dashin. Demi përjeton një ditë ku stabiliteti financiar dhe emocional janë në qendër të vëmendjes. Kjo është një periudhë e mirë për të reflektuar mbi sigurinë personale dhe për të marrë vendime që kanë bazë të fortë. Mund të dalë në pah një mundësi për të përmirësuar të ardhurat, por kërkohet durim dhe këmbgulje. Nuk është dita për rrezikje, por ndërtim të qëndrueshëm. Shëndeti është gjithashtu i mirë. Kujdes ndaj stresit të brendshëm. Demi ka tendencë t'i mbajë emocionet dhe mendimet për vete dhe kjo do t'i krijojë lodhje dhe stres. Një ritëm i qetë, ndarja e këtyre emocioneve me dikë që keni pranë dhe kujdesi ndaj vetes do t'ju ndihmojnë shumë. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë më tepër siguri dhe besim. Në çift, dita është e përshtatshme për ta forcuar më tej lidhjen tuaj duke ndarë planet konkrete për të ardhmen. Beqarët ndihen të tërhequr nga persona që ju japin stabilitet dhe qetësi emocionale më shumë se sa nga aventurat e shpejta dhe kalimtare. Binjakët e përjetojnë ditën me një mendje aktive dhe plot ide, por sfida kryesore është tek përqendrimi. Në aspektin financiar, dita kërkon prapë qetësi dhe shmangje të shpërndarjes së energjisë në shumë drejtime. Një bisedë ose informacion i ri do t'ju ndihmojë të merrni një vendim më të mirë. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj mendore. Lodhja nervore shfaqet nëse nuk do t'i jepni vetes kohën për pushim. Organizimi i mirë i ditës dhe kufizimi i stresit do të jenë të domosdoshme dhe kyç për binjakët sot. Në marrëdhëniet personale, komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Në çift, bisedat e hapura do sjellin një afrim më tepër me partnerin apo partneren tuaj. Beqarët kanë një njohje interesante përmes rrjeteve sociale ose komunikimit, por duhet të jenë të qartë dhe të hapur për qëllimet e tyre. Gaforja ndodhet në një ditë emocionale, ku ndjeshmëria është më e theksuar se zakonisht. Në aspektin financiar është e rëndësishme të mos lejoni emocionet ju ndikojnë në vendime. Dita favorizon planifikimin dhe mbrojtjen e sigurisë personale, jo ndërmarrjen e rreziqeve. Shëndeti kërkon kujdes. Nëse ndiheni të mbingarkuar, është një shenjë që keni nevojë për qetësi dhe mbështetje nga njerëzit që ju rrethojnë. Pushimi dhe koha me ta do të jenë shërues për gaforen. Në dashuri, gaforja sot kërkon afërsi dhe ndjeshmëri. Në çift është më mirë të forconi lidhjen përmes mirëkuptimit. Beqarët do të ndihen nostalgjik, por një njohje e re që ka lindur do t'ju sjellë shpresë dhe ndjenja të sinqerta dhe do t'ju sjellë optimizëm për të ardhmen dhe dashurinë. Luani e përjeton këtë 14 janar me dëshirën për të shkëlqyer, por rrethanat kërkojnë maturi më shumë se sa impuls. Në aspektin financiar është e rëndësishme të shmangen shpenzimet që janë për egon tuaj apo për imazhin. Një vendim i matur sot do t'ju sjellë përfitime në të ardhmen dhe stabilitet ekonomik. Shëndeti është i mirë, por energjia juaj duhet menaxhuar me kujdes. Kujdesuni për trupin pasi është paq e rëndësishëm sa të vrapuarit dhe aktiviteti.
Në dashuri, luani kërkon vëmendje dhe vlerësim. Këtë 14 janar, komunikimi i sinqert do t'i forcojë më tej lidhjet. Nga ana tjetër, beqarët do të jenë magnetik, por duhet të kërkojnë thellësi emocionale, jo vetëm admirim të përkohshëm dhe kalimtar. Nëse duan të përjetojnë emocione të forta që i kanë hije luanit, duhet të hedhin hapa të matur e të kujdesshëm. Virgjëresha. Këtë 14 janar, Virgjëresha është në një ditë produktive, veçanërisht për sa i përket çështjeve praktike dhe financiare. Mendja do të jetë e kthjellët dhe aftësia për të analizuar në një nivel të lartë. Kjo është një ditë ideale për të rregulluar detajet, për të bërë plane afatgjata dhe për të marrë vendime që ju sjellin stabilitet. Çdo hap i vogël sot do ndërtojë diçka të qëndrueshme për nesër. Shëndeti është i mirë. Vazhdoni të ruani disiplinën në rutinën tuaj. Nëse i kushtoni vëmendje ushqimit dhe pushimit, do të ndiheni të balancuar dhe të qetë. Në dashuri, Virgjëresha kërkon qartësi dhe sinqeritet. Për ata që janë të çift, një bisedë e hapur i afron më tepër me partnerin. Beqarët do të njohin dikë që i tërheq për seriozitetin dhe mendësinë e pjekur. Duhet të bëjnë hapa të kujdesshëm dhe të matur, nëse duan që të ndërtojnë baza për një lidhje të qëndrueshme. Peshorja. Peshorja sot përballet me nevojën për të gjetur ekuilibër mes dëshirave dhe përgjegjësive. Në aspektin financiar, dita kërkon një analizë të mirë të marrëveshjeve. Një vendim i drejtë ndihmon në shmangjen e konflikteve më vonë, kështu që nëse sot gjendeni përpara një zgjidhje, bëni gjën e duhur, jo atë që ju sjell ju më shumë përfitime. Shëndeti lidhet me qetësinë tuaj mendore. Stresi emocional do të ndikojë në energjinë fizike, prandaj është e rëndësishme të ruani harmoninë mes aktiviteteve dhe pushimit. Në dashuri, marrëdhëniet do të kërkojnë shumë mirëkuptim. Ky është momenti për të rregulluar ekuilibrin e roleve. Nëse njëri ka mbajtur më shumë peshë se tjetri, sot kjo gjë del në sipërfaqe. Beqarët ndihen selektiv dhe nuk kënaqen me lidhje sipërfaqësore. Një njohje e re vjen përmes një diskutimi serioz ose një situate ku ndani vlerat e përbashkëta. Akrepi. Për akrepin, dita ka një ton transformues. Financiarisht nuk bëhet fjalë për fitimet e menjëhershme, por ndërgjegjësim. Do të kuptoni se një model i vjetër menaxhimi nuk ju shërben më dhe është koha të ndryshoni strategji. Sot është mirë të mbyllni borxhe, të prisni varësitë financiare nga dikush ose të ndaloni një investim që është emocional dhe nuk ka më kthim. Shëndeti lidhet me gjendjen tuaj të brendshme. Çdo emocion i pashprehur ka tendencë të grumbullohet sot. Është dita ideale të çliroheni përmes aktivitetit fizik ose një bisede të sinqertë. Në dashuri, akrepi është intensiv dhe kërkon thellësi. Në çift, dita sjell një moment të rëndësishëm sqarimi ose afërsi emocionale që ju forcon lidhjen. Beqarët tërhiqen nga persona që nuk kanë frikë nga intimiteti emocional. Kjo nuk është ditë për lojra, por lidhje që kanë peshë dhe kuptim. Shigjetari. Shigjetari ndjen sot një përplasje mes dëshirës për zgjerim dhe nevojës për përgjegjësi. Financat kërkojnë fokus dhe jo shpërndarje në shumë drejtime. Një ide që të ka entuziazmuar ditët e fundit, sot duhet të testohet me realitetin. Dita nuk u ashuan vizionin tuaj, por ndihmon ta bëni të zbatueshëm. Nga ana e shëndetit, energjia është e mirë. Rreziku qëndron te lodhja mendore. Shigjetari ka tendencë të mendojë më tepër se ç'duhet për gjëra dhe të harrojë momentin. Një ndalesë e vogël do t'ju ndihmojë në rikthimin e qetësisë. Në dashuri, shigjetari ka nevojë për sinqeritet dhe hapësirë. Në çift, dita kërkon dialog të hapur për plane dhe pritshmëri. Beqarët mund të përjetojnë një njohje që fillon si miqësi ose shkëmbim idesh dhe gradualisht me ngjyrim emocional. Lidhjet që nisin sot kanë nevojë për kohë për t'u zhvilluar, por duken shumë premtuese për shigjetarin. Bricjapi. Bricjapi është një nga shenjat më të fokusuara dhe të favorizuara këtë ditë. Financiarisht po ndërtoni diçka me baza të forta, edhe nëse ende nuk i shihni rezultatet. Një përgjegjësi e re ose vendim i rëndësishëm do të kërkojë durim dhe disiplinë, por do t'ju çojë në stabilitet afatgjat ekonomik. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes kronike. Bricjapi shpesh e shtyn veten përtej kufive. Dita do t'ju kujtojë se qëndrueshmëria vjen edhe nga pushimi, jo vetëm nga puna e vazhdueshme.
Në jetën sentimentale do të kërkoni siguri dhe seriozitet. Për ata që janë në çift, është momenti ta forcojnë më tej lidhjen e tyre dhe themelet përmes veprimeve konkrete dhe jo vetëm fjalëve. Beqarët nga ana tjetër do të tërhiqen nga persona të pjekur emocionalisht, me të cilët kanë mundësi të ndërtojnë diçka reale dhe afatgjatë. Ujori ndodhet në këtë 14 janar në një fazë reflektimi të brendshëm. Financat kërkojnë reorganizim dhe një qasje sistematike. Idetë inovative janë të mira dhe të forta, por sot kërkohet strukturë për t'i kthyer në diçka konkrete. Një plan i ri mund të marrë formë, por vetëm nëse i kushtoni kohë dhe përqendrim. Shëndeti ndikohet nga shpërndarja juaj e energjive në shumë drejtime. Nëse mendja është e mbingarkuar, trupi do të reagojë përmes lodhjes. Dita ju kujton të qetësoheni dhe distancoheni nga zhurmat jashtë jush. Në dashuri, ujori kërkon lidhje që respektojnë individualitetin. Në çift është e rëndësishme të flisni hapur për nevojën për hapësirë, pa krijuar distancë emocionale me partnerin a partneren tuaj. Nga ana tjetër, beqarët do të njohin dikë shumë ndryshe nga tiparet e zakonshme që i tërheqin, dhe pikërisht kjo do të bëjë diferencën dhe do t'i intrigojë ta njohin këtë person më tej. Peshqit e përjetojnë këtë 14 janar me ndjeshmëri të thellë dhe intuitën prehtë. Financiarisht është e rëndësishme të mos mbështeteni vetëm te ndjesitë e momentit, por të kërkoni qartësi dhe fakte. Një situatë që ka qenë e paqartë fillon të zbardhet duke ndihmuar të merrni një vendim më të sigurt. Shëndeti do të përmirësohet nëse i kushtoni kohë dhe botës suaj të brendshme. Qetësia, muzika ose meditimi do të jenë shërues për peshqit sot. Është një ditë ideale të gjeni ekuilibrin tuaj shpirtëror. Në dashuri, peshqit janë romantik dhe të hapur emocionalisht. Për ata që janë në çift, lidhja do të thellohet më tej përmes mirëkuptimit dhe empatisë që tregonin ndaj partnerit a partneres tuaj. Beqarët nga ana tjetër do të përjetojnë një njohje që i prek thellë ndjenjat e tyre, por duhet të ecin me hapa të qetë për të mos i idealizuar tepër shpejt njerëzit që takojnë. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.